Edhe prej jetës që flasim për sinjetit është inna ma nut'imukum li wajhillah. Kur flet për shkrimin e disa prej banorëve të xhenetit, thot ata thënë, ne kur ju ndihmojmë, kur ju ushqejmë, këtë e bëjmë vetëm për hir të Allahut. La nuridu minkum jazaan wala shukura. Për ju nuk duam as shpërblim as që kërkojmë për ju e falënderim. Sot është një realitet i tillë që njerëzit me veprat e tyre sikur kërkojnë dikush që ta faleminderit ose ta shpërblen për atë gjë që e ka bërë, t'ja përmend. Nuk ka diçka të keqe nëse ti e falendron dikë që të ka bërë mirë. Se Muhamedi sa më ka thënë, men lem yashkurin nase, lem yashkurin la. Kush nuk e falenderon, nuk i falenderon njerëzit, nuk e falenderon as Allahun. Por mos shndrohet ajo në një qëllim të veprës. Qëllim të veprës. Dhe ti e bën atë vepër edhe shpesh e përmendin një shembull. Hoxha ka mbajt një ders, edhe dersi ka qenë shumë i mirë. E dikush thonë, hoxh, ti sikur ti ishte xhiruk i dersi, a di sa shikime kish pas, sa klikime, sa share kish pas. Kjo është një rrezik që ti faktikisht mundesh me ja hap një derë shejtanit, pse bën ashtu, edhe pastaj me prish njetin edhe pastaj nuk ka asnjë lloj dobie për asaj që e ka thënë. Prandaj besimtari është vigjilent e vendos një mur të kalas, një istikam të fortë, të fuqishme për të mbrojtur nga shejtani e për të ruajtur sinqeritetin, sepse ajo është ai diamanti, ajo esenca, pasuria më e madhe që e ka një vepër. Ndoshta saktësia në adhurim është shumë më lehtë që të mësohet. Ndërsa sinqeriteti është pakës më e vështirë se ka të bëjë me diçka që nuk e sheh askush përveç Allahut subhanahu wa taala. E me të cilën shejtani shumë angazhohet. Shejtani, Allah i ka dhënë disa aftësi në këtë dunjë për me isprovu besimtarët. Por shejtani është i paaft ndaj robërve të tij të sinqertë. Dhe kjo është një prej begative që kur thot shejtani do të mundohem që ti devijoj, ti çoj në lajthitje kretë robërit e tu dhe kemi pasë se shumica nuk janë falënderues. Çka thot Allah xhashanu? Ti nuk ke fuqi as forcë as mundësi me i deviju robërit e mi të sinqertë. Robërit e mi të sinqertë.